mirë, ndërsa ngushtica e Hormuzit mbetet thembra e akilit në konfliktet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në fakt u duk sikur do të kishte pakës dritë në fund tunelit me shpalljen e armëpushimit pak ditë më parë nga Donald Trump. Megjithatë, situatat kanë precipituar me shpejtësi duke marrë një tjetër rrjedh. Tani janë Shtetet e Bashkuara të cilat kanë vendosur një blokadë detare duke ndalur eksportet e naftës së Iranit, po dhe bashkëpunimin me anijet e tjera që futen në portet e tyre, ndërkohë që vetë Irani dhe Garda Revolucionare është kundër përgjigjur dhe ka thënë se do të sulmoj ushtarakisht. Si e përjeton bota këtë konflikt dhe çfarë ndryshimesh ndodhin në bursa? Këtë Hungarinë me realitetin e ri politik, por edhe Bashkimin Evropian me pozicionin e saj, i komentojmë me Geron Kamberin, i cili është ekspert i çështjeve ndërkombëtare dhe që vjen sigurisht nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit ftesë. Mirë se vini. Situata e orëve të fundit duket sikur ka marrë një tjetër rrjedh, por shfaq edhe shumë pasiguri. Flas në radhët e qytetarëve të cilët nuk po dinë si të lexojnë tani këto deklaratat e armëpushimeve. Thuhet një armëpushim, vendosen disa afate, por shkelen pa kaluar 24 orë. Përgjithsisht situata është bërë e vështirë për të lexuar jo vetëm nga qytetarët, por edhe për analistët e zhvillimeve ndërkombëtare, përgjithsisht qytetarët kudo në botë merren me rutinën e përditshme të jetës dhe ajo që ndjejnë nga konfliktet janë ato që në terminologjinë e marrëdhënieve ndërkombëtare quhen pasojat anësore një konflikti, rritja e çmimeve, rritja e çmimit të energjisë, pasiguria e përgjithshme, kriza e transportit e kështu me radhë. Por përse përket zhvillimeve që lidhen me ngushticën e Hormuzit dhe veçanërisht me krizën midis Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi dështuan bizedimet e Omanit në fund të shkurtit, sulmi që u bë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kërsh Iranit për të neutralizuar ose azgjësuar të paktën ky ishte qëllimi fillestar elitën politike dhe për t'i dhënë mundësi një ndryshimi nga brenda të regjimit në Iran dhe pastaj pezullimin e programit bërthamor dhe raketor, i cili për ishtë vërtetës janë dy programe që janë të lidhura shumë ngushtë njëra me tjetrën dhe që kanë të bëjnë me ato frikë dhe pasigurit përgjithshme të cilat është e lidhur vetë ekzistenca e shtetit të Izraelit. Që prej revolucionit të 11 shkurtit 79, kur regjimi Shaut në atë kohë radhe pati një ndryshim regjimi në atë kohë me një revolucion nga poshtë, regjimi i ri që erdhi në Iran në 11 shkurt të vitit 79 e hoqi njohjen që kishte bërë shteti Iranit kërshi Izraelit. Dhe ka një lloj paradoksi ose një lloj ironie të historisë sepse Irani ka qenë vendi i parë që ka njohur Izraelin mbasi i shpalli pavarësinë në 15 maj të vitit 48, në kuadër edhe të një lloj politike apo një lloj strategjie që kishte në atë kohë kryeministri i parë i Izraelit Ben Gurion për të krijuar atë që ai e konsideronte si aleanca periferive. Pra, ai e dinte që kishte të gjithë shtetet arabe kundër, menjëherë pas u krijuar shteti i Izraelit dhe kjo u pasuar me një seri luftrash, që nga luftra e parë arabo-izraelite 15 majit për të ardhur ka ajo e 67-ës edhe 72-shit në një cikël kohor që përsëriteshin gati çdo 10 vjet. Dhe nga ky pikpamje, rikthimi, ndryshimi i regjimit në Iran krijoi një situatë krejt tjetër gjeopolitike për Izraelin, sepse një nga veprimet e para që bëri Irani ishte heqja e njohjes kërshi Izraelit dhe kjo vetë vetiu krijoi një situatë armiqësie të përhershme midis Izraelit dhe Iranit dhe të ndrirë në periudhat ndryshme kohore. Pikërisht dhe për këtë arsye pavarësisht se Izraeli u përpoq të gjente mbështetje edhe në regjimin e ri iranian, të paktën dihet që gjatë luftës midis Irakut dhe Iranit që u zhvillua nga midis viteve 80-88, Irani kishte përkraje në atë kohë ende të Izraelit për shkak se vendet arabe kishin një qëndrim, veçanërisht përfshirë Irakun, kishin një qëndrim armiqësor kërshi Izraelit. Por çdo gjë ndryshoi pasi opozita iraniane në atë kohë në Paris në mesin e viteve 2000 bëri publik faktin që Irani po zhvillonte një program të fshehtë bërthamor. Kjo krijoi një shqetësim shumë të madh në rajon, por veçanërisht në Izrael, për shkak se strategjia e sigurisë e Izraelit ishte që ajo nuk do të pranonte asnjë kërcënim, jo vetëm për rreth kufive të saj, dhe për këtë arsye ajo ngulmoi edhe me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të bënte marrëveshje paqe me gjithë vendet e Qinje, dhe deri në vitet 2000 ajo kishte dalë ta bënte këtë me Egjiptin, me marrëveshjen e 29 marsit 79, dhe me Jordanin me marrëveshjen e 29 shtatorit të 95. Ndërkohë që me Sirinë dhe me Libanin nuk kishte një marrëveshje të tillë.
Ndërsa ridalja e programit të fshehtë bërthamor të Iranit në mesin e viteve 2000 krijoi një situatë krejt tjetër dhe e zhvendosi dhe prioritetin strategjik të Izraelit kundrejt, si thua, përballimit të këtij kërcënimi që e konsideronte ekzistencial. Kryesore pse jemi në konflikt dhe sot? Pikërisht, kjo tregon edhe gjithë të trazier, të cilën e ka shoqëruar këtë marrëdhënie dhe vetë përpjekja që bëri Bashkimi Evropian në atë periudhë për të krijuar atë që quhet plani i përbashkët dhe gjithëpërfshirës i veprimit për të monitoruar programin bërthamor të Iranit në marrëveshjen e 14 korrikut të 2015, që u quhet 5+1, se ishin të 5 vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë, që nuk është anëtare e Këshillit të Sigurimit. Presidenti Trump në mandatin e tij të parë, si president në 18 maj të vitit 2018, e hoqi mbështetjen, u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga kjo marrëveshje dhe si thua kjo solli për herë të parë edhe qëndrimin që do të kishte presidenti Trump karshi Iranit në një mandat të dytë. Dhe po ta shohim, kjo ka qenë edhe në platformën e tij elektorale para se të zgjedhë Shtëpinë e Bardhë, që qëndrimi që do të kishte ndaj Iranit do të ishte krejtësisht e ndryshëm nga administratat e mëparshme amerikane. Ky është fondi historik për të kuptuar pse jemi në këtë pikë sot. Ditët e sotme, me situatën kur ushtria amerikane, marina amerikane ka zbarkuar atje ushtarakisht dhe tensioni rrezikon që të kalojë nga rrafshit diplomatike edhe në sulme fizike, ushtarake, drejt për drejta. Dua të di çfarë kërkojnë Shtetet e Bashkuara, cilat janë kërkesat kryesore sot për të mbërritur në një paqe stabil, pra, të vazhdueshme, jo në një marrëveshje të brisht, e cila me kalimin e orëve me njërë pasi shpallet, ka ndërhyrje nga të gjitha anët. Çfarë kërkon Shtetet e Bashkuara, çfarë kërkon Irani konkretisht? Objektiva strategjike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Iranin janë, mund t'i ndajmë në dy, në objektiva maksimale dhe ato që quhen objektivat realizueshme. Përgjithsisht ose midis ato që quhen dëshira dhe atyre që quhen mundësi. Pra, si thua, një nga qëllimet kryesore ose dëshira kryesore që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkundrejt Iranit, dhe që kjo reflektohet dhe në marrëdhënien që u krijuan me njëherë pasi ndryshoi regjimi në 11 shkurt të 79-s, është që Irani të ketë një regjim tjetër, pra të ketë një qeverisje tjetër. Kjo ka qenë një arsye që edhe goditjet që janë bërë ndaj figurave kryesore të Iranit kanë synuar pikërisht me idenë që duke shfrytzuar situatën e brendshme të kishte një ndryshim regjimi në Iran. Kjo kërkesë është pranuar nga Irani? Jo, natyrisht s'mund të pranohet dhe është bërë e qartë dhe madje Irani ka ndërtuar një strategji për të kundërvënë kësaj strategjie. Po të shikoni me kujdes edhe mënyrë se si ka reaguar Irani në çdo periudhë, ajo ka ndjekur strategjinë e leadershipit shumë fisht. Pra në momentin që janë goditur figura qoftë në nivelin politik apo ushtarak apo të shërbimet të inteligjencës, janë shfaqur figura tjera pasi ata e dinë që një nga synimet Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë pikërisht kjo. Ndërsa si thua, ajo që mund të quhet qëllimi i mundshëm, sepse përgjithsisht diplomacia është arti i mundshmes, pavarësisht dëshirave, është që Irani të ketë, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë në kontroll programin bërthamor të Iranit. Dhe në mënyrë po ashtë paradoksale për të rikthyer historisë, këtë program në Iran e kanë zhvilluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë kur ishte regjimi i Shaut, asnjëherë mas doktrinës së presidentit Eisenhower, që quhet programi atom për paqe. Pra, amerikanët e dinë shumë mirë se çfarë po kërkojnë. Pikërisht, por ka qenë dhe një element tjetër. Çdo vend është i lejuar të ketë një program për energjinë bërthamore, përfshirë dhe Iranin, për të bërë një qartësim edhe për ata që na dëgjojnë. Madje Irani është nënshkruesi i traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore, një nga nënshkruesit e parë, një traktat i 1 korrikut 1968. Ajo që ka krijuar shqetësim dhe ka ngjitur edhe ka nxitur dhe këtë reagim, ka qenë, siç e thash pak më parë, një deklaratë e opozitës iraniane në atë kohë, në mesin e viteve 2000, diku nga 2002, në një konferencë në Paris, të cilët bën të ditur faktin që Irani kishte një program të fshehtë, ndërsa programi për energjinë bërthamore dihet që nga vitet 70. Dhe Izraeli gjithmonë ka qenë shumë i shqetësuar, jo vetëm për Iranin, përse përket këtyre programeve në vendet e lindjes mesme dhe në Iran. Mjafton të kujtojmë faktin që kryeministri në atë kohë izraelit, Menachem Begin, shpalli një strategji që quhet strategjia e goditjeve parandaluese. Në 17 qershor të vitit 81, në kohën që ai qeveriste Izraelin, duke bërë të qartë të gjithë vendeve të rajonit që nëse do të kishin synime për të ndërtuar programe raketore apo bërthamore, Izraeli do ta konsideronte këtë si kërcënim dhe do linte drejta të reagonte. Dhe ai ka bërë këtë
me goditin që bëri atë që quhet operacioni Opera në 17 qershor 81, që goditi disa impiante bërthamore në Irak, në zonën e Irakut, por nga ana tjetër kishte bërë këtë edhe shumë më përpara me një operacion që quhet operacioni Damokleu në vitin 60, kur të gjithë shkencëtarët gjerman që kishin shkuar në Egjipt mbas luftës së dytë botërore u përfshin në një program për ndërtimin e raketave në Egjipt, shërbimet inteligjente izraelite e goditën këtë program dhe ja bën qartë Egjiptit që ai nuk do të kishte mundësi që të ndërtonte program raketor, sepse marrëdhëniet në atë kohë, në vitet 60 midis Egjiptit dhe Izraelit ishin armiqësore, derisa u bë marrëveshja e paqes e 29 marsit 79. Dhe nga e gjithë kriza, fatura e kostove dhe sidomos e tregjeve globale, sa vjen e zgjerohet, sa vjen e zgjatet, mes të cilëve janë dhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilat po përjetojnë inflacion, po përjetojnë rritje të çmimeve, vetë Unioni, Bashkimi Evropian, në ç'është pozita ndodhet tani? Çfarë anë është e detyruar të mbajë? Ta themi kështu, po dhe vetë le të themi ç'është potencial ka në këtë trekëndësh midis Shtetit të Bashkuara të Iranit dhe vetë pozitës tonë. Përgjithsisht pozita e Bashkimit Evropian dhe si një ngjan aty ekuilibristit në fije e telit, që përpiqet të ruajë një ekuilibër midis fakti që është kundër programit bërthamor të Iranit. Bashkimi Evropian ka qenë një nga aktorët dhe një nga pjesëtarët e marrëveshjes të 14 korrikut 2015, por nga ana tjetër ka qenë shumë e kujdesshme që mos të shfaqet përballë Iranit si një aktor i cili po reagon me forcë. Dhe kjo edhe për shkak të varësisë. Sa peshë zë fjala e Bashkimit Evropian? Më thënë, Bashkimi Evropian ka peshën e vetë, por duhet të ndajmë rolet. Bashkimi Evropian asnjëherë nuk është shfaqur për të zgjidhur krizat e lindjes mesme nëpërmjet forcës. Edhe për shkak kapacitetit, por edhe mënyrën se si e ka përshfaqur veten përkundrejt kësaj krize. Gjithmonë Bashkimi Evropian vlerën e tij ose pikën e tij më të fortë ka tek ajo që quhet fuqia e butë, pra i beson bashkëpunimit shumëpalëses, diplomacisë shumëpalëse, rendit ndërkombëtar, pra institucioneve të kombeve të bashkuara, sepse edhe vetë Bashkimi Evropian është një organizatë shumëpalëse, është që lidhet nga bashkëpunimi ndërmjet vendeve. Dhe përpiqet që këtë ta përçojë edhe nëpërmjet diplomacisë së saj, pavarësisht se politika jashtme dhe sigurisë e Bashkimit Evropian nuk është aq unifikuar sa që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se edhe në mënyrë kështu figurative Bashkimit Evropian i mungon ajo shoja përpara siç e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e sheh javët në vazhdim, ditët në vijim, për sa i përket precipitimit të situatës? Çfarë do të ndodhë sipas juaj? Nga pikpamja formale ne ende jemi në një periudhë armëpushimi, nëse do të palët do t'i përmbahen atij asaj deklarate që kanë thënë, që të paktën ka qenë një armëpushim 2 javor, dhe po ta keni vënë nuk ka pasur goditje me përjashtim të blokadës që është një veprim politik dhe diplomatik për të dhënë një mesazh dhe ndoshta për ta tërhequr Iranin sërish në tryezën por pati sulme në Liban. Bisedime. Natyrisht Libani ka qenë në fillim dhe kjo ka qenë një debat që ngjalli dhe reagimin e Iranit, sepse Izraeli ka konsideruar Libanin si një çështje më vete, pavarësisht se ka një përpjekje tashmë edhe nga kryeministri Izraelit Netanyahu me ndërmjetësimin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe të Francës, e cila ka një rol historik në Liban, për shkak se ka qenë një territor që e ka administruar ashtu siç administroi Britania Palestinën mbas përbërjes perandorisë otomane, pra pavarësia e Libanit lidhet me Francën. Dhe besoj që këtë javë ndoshta mund të ketë një takim midis ambasadorit izraelit dhe ambasadorit libanez në Washington për të gjetur një mënyrë. Por, siç e theksova pak më parë, Libani gjithmonë është konsideruar themra e akilit për sigurinë e Izraelit dhe për shkak pranisë së Hezbollah dhe të grupeve të tjera militante atje, kush ka parasysh dhe luftën civile që u zhvillua në Liban nga 13 prilli i 75 deri në 13 tetor të 90-s, pra një luftë civile gati 15 vjeçare, është nga përvojat dhe eksperiencat më tragjike që ka pasur Libani për shkak të ndikimit që ka pasur dhe situatës midis Palestinës dhe Izraelit. Shumë refugjat dhe emigrant politik palestinez lëvizin në Liban për shkak të afërsisë të territorit dhe që andej përpiqeshin të kundërviheshin Izraelit, veçanërisht pjesa e Libanit jugor që ndan kufirin me veriun e Izraelit. Përpara se të shkojë tek Hungaria që do të jetë tema e fundit, më leo të pyes pak për një gjykim tënd subjektiv sa i përket tregjeve globale. Po i lexojnë sakt siç duhet deklaratat politike të palëve? Besoj që kjo ndoshta mund të ketë nevojën për analistët e bursave dhe të financave, por thjesht për gjykuar nga një
si tush opinion i përgjithshëm, si që përmenda pak më parë, është mos e ditur, e gjithë historia e konflikteve në lindjes mesme, mjafton të kujtojmë luftën e Jom Kipurit 6 tetorit 72, që solli atë shokun e parë të naftës, pasi vendet e OPEC-ut në shenjë kundërvënie ndaj Izraelit paksuan prodhimin e naftës, dhe kjo kush ka parasysh, ja ka plot libra, fakte për këtë, Europa në atë kohë dhe një pjesë e madhe e vendeve perëndimore përjetuan një nga periudhat më të vështira të pas luftës së dytë botërore, që u shoqëruar sërish po me një krizë të tillë në 79-ën, sapo ndodhi revolucioni iranian, sepse Irani konsiderohet në 2-3 prodhuesit e parë në botë për rezervat e energjetisë, por edhe për shkak kontrollit ngushtisë së Hormuzit, dhe njëjta gjë ndodhi me sulmin e Irakut në Kuvajt në 6 dhjetor të vitit të 90. Pra, tregjet janë mësuar me krizat të tilla që vijnë nga hera jon, dhe si thua, deri diku ka një lloj historie dhe edhe janë vaksinuar deri diku. Por problemi është që smundjet nuk shfaqen në mënyrë të njëjtë. Pra, kanë shenja të ndryshme në periudha të ndryshme. Si do të jetë Hungaria e re pas fitores opozitës dhe pas fundit të regjimit nëse do ta Ka shumë përkufizime për pjesën e Hungarisë së re, fillojnë deri nga ato që thonë që do jetë një Hungari orbaniane po pa Orbanin, sepse vetë lideri i opozitës hungareze Peter Magyar vjen nga partia e presidentit, e kryeministit Orban. Mbështetësi Orban. Jo, ka qenë antarja e asaj partie, ish bashkëshorti i tij ka qenë ministre, pra ai ka qenë një nga përkrasit më të fuqishëm që në moshë të re të partisë Fidesz, që është partia që lindi më njëherë mbas rënies së komunizmit në Hungari, pra opozita demokratike e Hungarisë, kështu që ai është një person që vjen nga, po të përdor një term, është djali i plankprishës i Fideszit, nuk vjen nga krau tjetër, pra nga e majta hungareze. Ashtu si që ka dhe shumë përfiturime që ndoshta Hungaria do përpiqet të ndryshojë disa prej politikave të cilat krijuan një ndjenjë parehatie brenda Bashkimit Evropian për shkak edhe të natyrës edhe të kryeministit Orban, i cili duke qeverisur për 16 vjetësh Hungarinë, po dhe duke qenë në politikë që pas viteve 90 është një nga liderët e hershëm të pas viteve 90 Hungari, që ka pasur një karrierë politike të pandërprerë për gati 35 vjetësh, kjo i dha mundësi edhe të kishte një profil më të fortë politik, por edhe për t'i lejuar vetes të kundërvjesht në disa prej politikave, duke pasur parasysh që Hungaria vetë ishte një vend që u pranuar në 2004 në Bashkimin Evropian, dhe kjo krijoi edhe një ndjesi, do të thoja, që brenda vendeve tradicionale ose themeluese të Bashkimit Evropian, për shkak të këtij modeli që po krijonte Hungaria, sepse në tërësi Bashkimi Evropian, vendet themeluese janë përpjekur që vendet e reja anëtare që marrin dhe i pranojnë në gjyrin e tyre, i marrin që të ushtojnë sukseset, po jo të ushtojnë problemet. Në këtë pikturën e madhe, puzzle-it Bashkimit Evropian i vendoset copza e fundit me fitoren e opozitës në Hungari, si mund të ndryshojë në unitetin e Bashkimit Evropian edhe në forcimin, besimin, sigurinë, edhe nga ana ndoshta psikologjike. Natyrisht, Bashkimi Evropian pret ketë më shumë unitet me qeverisjen e re në Hungari dhe me liderin e ri që do jetë kryeministi i ardhshëm i Hungarisë. Megjithatë, po të gjykosh nga programi i elektorat, disa prej pikave që kanë qenë dhe programin e mëparshëm Orban, veçanërisht qëndrimin ndaj Ukrainës, përfshirë qoftë armatosjen e Ukrainës, qoftë pranimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian, ka një qëndrim jo shumë të ndryshëm nga i kryeministit Orban, por ndoshta ai do përpiqet të parafrohet më shumë me politikat e jashtme të Bashkimit Evropian përkundrejt Rusisë apo aspekteve tjera, por do të jetë realiteti ai që do të vërtetojë si thua çdo gjë që ai ka premtuar, dhe për të parë që do jetë po aq hungarez sa çka mbi emrin apo aq europian sa çka premtimet. Me dhe diçka të fundit, për këtë koalicionin mes Britanisë dhe Francës, që Bashkimi Evropian po e mbështet për rihapjen e Hormuzit, kanë marrë rolin e liderëve të udhëheqësve Britania dhe Franca? Britania dhe Franca për shkak kapaciteteve ushtarake që kanë, janë 2 nga vendet anëtare të NATO-s, 2 vende europiane edhe me kapacitete bërthamore, janë 2 anëtare të klubit bërthamor të vetmet në Europë, pavarësisht se Britania nuk është më anëtare e Bashkimit Evropian,
dhe po përpiqen që të përshfaqen si dy aktorë që kanë jo vetëm kapacitetet politike dhe diplomatike, po dhe ushtarake për të ndikuar në zgjidhjen e kësaj krize. Megjithatë do të shikohet se nuk besoj që do të ketë një ndikim të konsiderueshëm, sepse qoftë Franca dhe qoftë Britania nuk ju bashkingjitën aksionit ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më shumë është një përpjekje për të treguar kujdes të përmbajtur, dhe duke thënë që ne jemi këtu për të ndihmuar, po jo në formën e kundërvënies, por në formën e kujdesit. Se në çfarë forme do ketë kujdesi dhe mënyra se si do t'i përshfaqen ata kësaj situate që po ndodh, atje është ende e paqartë. Gjithsesi do të shikohet, sepse ka edhe një përpjekje të paktën që ndoshta në 16 prill, pra brenda kësaj jave, të kemi një raund të ri negociatash para se të mbyllet afati i armëpushimit në Islamabad. Paktën kryeministri pakistanez po përpiqet të rikthejë palët dhe një herë në tavolinë, një deklaratë e djeshme e presidentit amerikan Trump që thoshte kemi marrë kërkesa për. Dhe kjo është pjesë edhe e situashës strategjisë diplomatike që shpesh krijohen situata presioni dhe tensioni në mënyrë që palët të kenë një justifikim për të ulur në tavolinë. Dhe le të shpresojmë që tavolina është shumë më e mirë se sa konflikti. Keron Gamberi, zonja dhe zotërinë, na econ gjithmonë situatën, na i sjell më të thjeshtuara konflikte dhe gjithçka ndodh në skenën politike dhe diplomatike. Falenderoj shumë për pranimin tënde në Mirëmëngjes Shqipëri. Ne ecim me rubrikën e radhës, pas pak flasim për kujdesin ndaj moshës së tretë. Me Sonjën shohim se çfarë sinjali marrim nga kjo temë sociale.